Figa? U figa. Shqipëria është shitur. Sa shtapen atë degeneru. Ma e pse po? Sot kemi ardhur këtu, këto janë veprime guerilse paqësore për t'i dhënë mesazh kryeajdutit të Shqipërisë. Ose jep dorëheqjen, ose me hira me pa hir do të heqin qytetarët shqiptar. Ke larguar 1.2 milion shqiptar nga vendi i tyre. U ke zaptuar pronat, i ke vjedhur shtëpit, i ke nxjerr nga shtëpiat e tyre, e nëse ti nuk jep dorëheqjen të përballesh me drejtësinë, bashkë me agasin tat dhe me lubin tate, shqiptarët do të marrin ty nga shtëpia jote dhe do të çojnë ata në burg nëse drejtësia nuk vepron ndaj teje. Sot është një mesazh nga zonjat, nga trit dhe trejat, të cilat kanë ardhur sot, të shumta në numër, për t'i dhënë këtij njeriu këtë mesazh. Në të kundërt, qendrestarët që pe në bulevard do t'i kesh në kuzhinë. Në qoftë se nuk jep dorëheqjen, nuk largohesh. Je kapur në krim, ke vjedhur paratë e shqiptarëve dhe është koha të mbash përgjegjësi. Me hira me pa hir është zgjidhja jote. Por qytetarët nuk do të ndalen derisa të largojnë. Ndaj, hajdut, jep dorëheqjen. Rama ik!
Atëre, jemi sot këtu me të rinjt dhe po ashtu me zonjat e LDG-s, Lidhjes Demokratike të Gruas, dhe të rinjt e Forumit Rinor Partisë Demokratike, për të ardhur dhe për të parë sarajet e Edi Ramës dhe për të kuptuar që të rinjt nuk arrin dot blejnë dhe një aneks sot, jo më një shtëpi, ndërkohë që ky diktatori ka një katun të tërë, ka një çiftlik vetëm këtu. Dhe kush e di dhe sa mira apartamente ka, përderisa Belinda Balluku, vetëm një zëvendëse e rëndomt e tij, ka 300 apartamente. Edi Rama nuk do i shpëtosh dot gjeneratës Z, nuk do i shpëtosh dot të rinjve, të cilët i detyrove të ikin nga ky vend dhe të vuajnë dhe mos të shohin më të afërmit të tyre. I ke larguar, i ke dëbuar. Nga tani e tutje do i kesh këtu akoma dhe më shpesh të vinë dhe të shohin se sa shumë i ke vjedhur. Jemi sot këtu me të rinj dhe të reja të Shqipërisë, të cilëve ju duhen mbi 25 vite punë për të blerë një apartament, ndërsa e pandehura Belinda Balluku ka mbi 300 apartamente. Jemi këtu për të kundërshtuar dhe për të protestuar kundër korrupsionit galopant që sot është në Shqipëri, që ka përfshirë çdo qelizë të institucioneve që duhet ishin në mbrojtje të qytetarëve për t'u shërbyer qytetarëve. Sot i shikojmë se si janë marrë peng nga koordinatori i krimit organizuar Ergys Agasi, i cili piver me kryeministrin që është fatkeqësisht kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, ver 30.000 euro që pi kryeministri i vendit më të varfër në Europë. Ndaj ne sot i kemi ardhur atij në sarajet e tija për t'i kërkuar dorëheqjen e menjëhershme, që Shqipëria të ketë qeveri teknike, që të ketë zgjedhje të lira, që të ketë demokraci, që të rinjtë dhe të rejat vazhdojnë të jetojnë dhe të rikthehen në vendin e tyre, të jetojnë me dinjitet dhe jo të marrin rrugët e botës duke rrezikuar jetën me gomone. Dhe ky vazhdon e vjedh dhe shkatron bashkë me Belinda Ballukun, të cilët po e mbajnë peng të vend, dhe kryeministri i vendit është precedenti vetëm në botë që kryeministri të bëhet avokatit pandehurës Belinda Balluku, i cili sot po pengon drejtësinë dhe po e mban peng të vend me Belindën, Belindat, Mirlindat, Ergysin. Prandaj jemi sot këtu për t'i dhënë një mesazh të qartë, jep dorëheqjen dhe çliroje këtë vend. Faleminderit. Hajdut, hajdut, jep dorëheqjen. Hajdut, jep dorëheqjen. Ecim këtu. Sfol, të ti kuptați. Jebi mikrofonin. Hajdut! Hajdut! Jep dorëheqje! 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 Hajdut! Hajdut! Jep dorëheqje!